Hapësira e vogël dhe e ngjeshur te Galeria 17 këto ditë po e mbyll një cikël të tërë 4-vjeçar programor. Të martën mbrëma është hapur ekspozita e parë e edicionit të tretë të Pop-up Art Week, duke sjellë para publikut një rrëfim që për dekada ka mbetur jashtë kujtesës publike. Ekspozita me titull Mohuar ka ndriçuar atë pjesë të historisë së Kosovës që nuk është shkruar kurrë plotësisht, atë të vajzave që, ndonse arsimi fillor ishte bërë i detyrueshëm në fillim të viteve 60, nuk e kanë parë kurrë bankën e shkollës. Patriarkati, varfëria dhe shtypja e regjimit të atëhershëm jugoslav i kanë nxjerrë jashtë sistemit arsimor para se të arrinin të bëheshin zëra të dëgjuar. Instalacioni multimedial i Aurela Kadriut dhe Gentiana Pallaskës, i bazuar në hulumtim e i ngritur mbi video rrëfyese, dëshmi të shkruara e të folura dhe një qasje të përzier artistike e hulumtuese, ka bërë që Hedije Shala, Sanije Hoti, Shemsie Havolli e Gjezide Bajraktari të kthehen aty ku rrëfimi i tyre e ka vendin. Pikërisht nga një dëshirë themelore për të dëgjuar, siç ka theksuar Gentiana Pallaska në hapjet e edicionit të Pop-up Art Week, ka marrë jetë i gjithë projekti. Ky projekt, ky hulumtim ka lind për një dëshirë shumë të thjeshtë, është me dëgju disa rrëfime pa shtu kurrë, pa modifiku, pa e ndiku hapësirën. Edhe kemi ardhur në një pikë ku jemi përballë 4 rrëfimeve, të cilat e shprehin një pjesë të historisë që nuk ka qenë, nuk ka dalë në bakë deri tash. E ka ndërtuar qasjen vizuale mbi një gjuhë të qetë dhe afër përditshmërisë së grave të përfshira, qetësi që qëndron si kundërpeshë dhune strukturore që ua ka ndërprer arsimin. Qasja vizuale që kemi pa në hapësirë është e qetë, është kryesisht tenton me jetu bashkë me hapësirën ku zhvillohet jeta e përditshme, ku zhvillohet historia e grave të cilave ua kanë ndërprer shkollimin shumë herët. Edhe shtrihet edhe në rrëfimet e tyre ndikimit që e ka pas ai veprim. E me të hapur ekspozita brenda Galerisë 17, njerëzit janë përfshirë nga zërat e rrëfimeve të 4 grave. Përmes një video instalacioni, historitë e tyre janë hapur shoqërisë e ato edhe kanë qenë të pranishme në këtë hapje, duke e bërë narrativen akoma më të afërt. Instancat të vogla të jetës së tyre janë orientuar jo drejt dramatizimit, por drejt mirëkuptimit të thellë për atë çfarë është mohuar, duke sjellë një kritikë të heshtur por të mprehtë ndaj mënyrës se si historia publike e Kosovës ka mbetur kryesisht patriarkale. Aurela Kadriu ka kujtuar se nisma nuk është konceptuar asnjëherë si projekt i shkurtër. Ajo ka lindur si përgjigje ndaj një realiteti që vazhdon të jetë pranë shoqërisë kosovare. Është një projekt jo i momentit, jam edhe i Gentës, është projekt që ma afat gjatë, që e kemi nisë si rezultat i faktit që jemi të rrethume me tregime të grave të cilave u ka ndërprer shkollimin, pra ekziston një tregim kolektiv i brezave të tonë që kanë qenë në moshën shkollore ndërmjet viteve 60 dhe 80 dhe kur edukimive që është boj obligueshëm me legj sipas kushtetutës ish Jugosllavisë në atë kohë, mirë po vajzat shqiptare të Kosovës i kanë dalë prej shkollës. Megjithatë, trajektoria e projektit ka ndryshuar shpejt, duke u larguar nga ideja fillestare për një artikull të vetëm. Ka qenë gati se natyrshme me provu me i vendos me i shfrytëzu ato mjetët tona që i kemi në dispozicion profesionale, edhe me bo diçka për me problematizu këtë çështje. Kështu që kemi vendos, fillimisht kemi nisë me një hulumtim, që është bazu në intervista të gjata me gratë cilat jeni duke i pa këtu në hapësinë.
Edhe plani kapitullistar ka qenë me shkruajt vetëm një artikull, mirë për rrugës të pas parasysh që Genta është fotografe edhe është arkitekte, kështu që për te kujdesit të jashtëzakonshëm si hulumtuese që ka qenë me mu krah për krah me mu në proces, e ka edhe synin e vendosjes materialit në hapësinë. Kështu që ka qenë një moment i mirë me i bo bashkë dijet tona edhe ekspertizat tona edhe me kriju një përvojë fizike të përjetimit të këtyre rrëfimeve. Rrëfimet e qeta të grave vën në një lloj gjyqi patriarkatin e bashkë me të edhe normat shoqërore të asaj kohe, të asaj gjenerate që konsideronin gabim shkollimin e vajzave. Zërat e tyre, sa të brisht aq edhe të fuqishëm, mbushin sallën e galerisë, ndonë se nuk janë në sinkron të plot me pamjet që publiku i sheh. Për Fondacionin 17 që e menaxhon hapësirën e galerisë, kjo ekspozit jo vetëm ka rënë në një moment të sakt programor, por ka përkuar edhe me përfundimin e ciklit të tyre 4-vjeçar të ekspozitave tematike. Por që mund të them se është një ekspozit me një temë shumë të rëndësishme dhe shumë interesante, e cila konsideroj që është një temë që është trajtuar shumë pak përgjithësi në shoqërinë tonë dhe flet për mohimin e shkollimit, të drejtës së shkollimit për gratë dhe vajzat rreth viteve 1960 deri në vitet 1980. Dhe mendojmë se ka shkuar shumë përshtat edhe komplet programit të Pop-up Art Week sa herë kjo temë që lidhet shumë mirë dhe me ekspozitën e dytë, e cila do të hapet me datën 11. Të njëjtën hapet edhe ekspozita e dytë e këtij edicioni me titull Ka po nisën dallëndyshet nga Redina Qose, teksa shtuna sjell ekspozitën Cigarette Break nga Djelza Salicana. Po atë natë do të ketë edhe koncert të zhanrit punk metal me 3 bende, Pink Metal, Nuclear Doom, si dhe Solar Flare. Me këtë program të Pop-up Art Week po përmbyllet cikli 4-vjeçar i ekspozitave tematike edhe asaj se çka ka përmbajt programi i Galeria 17 deri më tani. Domethënë po i vjen fund një cikli 4-vjeçar. Dhe hapësira fizike tani ku jemi, Galeria 17 do të mbyllet dhe Galeria 17 do të vazhdojë me programin e saj të ri, por në një hapësirë tjetër. Sigurisht që vetëm kemi marrë vendime dhe jemi duke punuar në këtë drejtim dhe shumë shpejt do të dalim edhe me njoftimin publik. Ekspozita ka bërë të ndihet rëndesa e një historie të gjatë që ka heshtur, por edhe mundësia që ajo të rikthehet në vëmendje me dinjitet. Aty ku rrëfimet e grave janë vendosur në mur të galerisë, është krijuar një hapësirë që zgjeron të kuptuarit e së shkuarës. Një kujtesë që lëviz bashkë me trupin e shikuesit, njësoj si jeta e grave që pavarësisht ndërprerjes së shkollimit kanë vazhduar ta formsojnë përditshmërinë e Kosovës.